Nëse një biznes pranon të deklarojë 18% më shumë fitim se një vit më parë, ai do të paguajë tatim normal, por për çdo fitim shtesë mbi këtë nivel, tatimi do të jetë vetëm 5%. Me pak fjalë, sa më i ndershëm të jesh me deklarimet, aq më pak do të paguash, ishte mesazhi që përcolli kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale për paketën e paqes fiskale. Sipërmarrjet mund të lidhin marrëveshje vullnetare me administratën tatimore, ku të pranojnë të rrisin me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Që do thotë se ky fitim tatohet sipas ligjit në fuqi, ndërsa për çdo shtesë mbi këtë fitim, tatimi do të jetë vetëm 5%. Rama ndër të tjera tregoi se si do të realizohet edhe procesi i shuarjes së gjobave të akumuluara ndër vite nga bizneset në regjistrin e tatimeve, duke i ndarë në 4 mënyra. Si do të jetë kjo falje? A. Fshirje plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite. B. Fshirje 50% e detyrimeve për periudhat 5 deri në 10 vite, nëse shuma e mbetur paguhet një herësh brenda një afati të përcaktuar, së bashku me fshirjen e gjobave dhe të interesa. C. Fshirje 25% e detyrimeve për të njëjtën periudhë, 5 deri në 10 vite, nëse shumat paguhen me këste brenda një viti. D. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë. Kryeministri gjithashtu nënvizoi se për aq kohë sa paqja fiskale do të jetë në fuqi, bizneset nuk do t'i nënshtrohen kontrolleve tatimore që lidhen me tatimin mbi fitimin.